Personaliteti gjithëpërfshirës i Fatimes Zehras, paqja qoftë mbi të, shembull për gruan muslimane. Xhihadi i asaj zonje madhështore në fusha të ndryshme ishte një xhihad shembullor në mbrojtje të Islamit, në mbrojtje të imametit dhe vilajetit, në mbrojtje të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si edhe në jetesën e saj me njërin prej udhëheqësve më të mëdhenj të Islamit, prisin e besimtarëve, Imam Aliun, i cili ishte bashkëshorti i saj. Prisi i besimtarëve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë një herë për Fatimes Zehran, paqja qoftë mbi të: ajo kur nuk më ka zemëruar dhe asnjëherë nuk më ka dalë kundër urdhrit tim. Me gjithë madhështinë dhe pozitën e saj, Fatimes Zehraja, paqja qoftë mbi të, ishte një bashkëshorte e devotshme. Në shtëpinë e saj, një grua sipas modelit që përcakton Islami dhe një dietare e lartë në fushën shkencore e shpirtërore. Fatimja, paqja qoftë mbi të, shkoi në xhaminë e Medinës, qëndroi përpara njerëzve dhe foli spontanisht për rreth një orë të plotë, me fjalët më të bukura, me kuptimin më të pastër edhe më të thellë. I tillë ishte adhurimi i saj, elekuenca e saj, urtësia e saj, dituria e saj, xhihadi i saj, sjellja e saj si bashkëshorte dhe si nën, si edhe bamirësia e saj ndaj të varfërve. Një herë, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i dërgoi një burr të moshuar e të varfër në shtëpinë e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, dhe i tha t'u kërkonte atyre për nevojën e tij. Fatimes Zehraja, paqja qoftë mbi të, i dha atij lëkurën mbi të cilën flinin Hasani e Huseini, sepse ajo nuk kishte asgjë tjetër përveç kësaj. Ajo tha merre, shite dhe përfito nga paratë e saj. Ky është personaliteti gjithëpërfshirës i Fatimes Zehras, paqja qoftë mbi të. Ajo është një model i përsosur i gruas muslimane.